Partia Demokratike mbajti foltorën e rrallës sonte në një prezencë modeste, që tashmë ka filluar të flasë edhe me heshti. Faktorët e pranisë modeste të përkrahësve të zotit Berisha mund të jenë shumë, sigurisht ka lidhje me atë vetë. Ka lidhje madhe me mënyrën se si Partia Demokratike bën opozitën këto 35 vjetë. Protesta që kanë vlerë, nëse mund quhet vlerë, vetëm kur kanë dhunë dhe kur djegin ndërtesa. Pikërisht sot edhe kjo vlerë ka rënë. Tashmë në foltorën e PD-s dalin disa individë të cilët shkaktojnë më shumë buzëqeshje se sa frikë. Kjo u bur edhe në përpjekjen e dështuar të kreut Partisë Demokratike për të gjetur një kohezion me forcat politike opozitare në vend ditën e premte. Dy elementet e vetëm që u bashkuan, Hasimja dhe Binaj, shprehën skepticizmin e tyre ndaj PD-s dhe të qytetarëve ndaj saj dhe veçanërisht ndaj Sali Berishës. Ky skepticizëm vjet re edhe në bulevard, pavarësisht ftesave të përsëritura të Sali Berishës ndaj Ederati Klapajt, i cili vazhdon konsekuent protestën e tij poshtë zyrës kryeministrit. Kreu i Shqipëria bëhet nuk i është bashkuar foltorëve të Partisë Demokratike dhe as protestave të saj. Simbolik ishte rasti kur ditën kur Partia Demokratike bëri protestën, Lapaj dhe mbështetësit e tij u spostuan në një tjetër kënd, dukshëm distant nga militantët e PD-s. Qore dhe Lëvizja Bashkë kanë qenë edhe më të artikuluar. Ata i kanë mbyllur derën përfundimisht Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, duke i barazvlerësuar ata me qeverinë. Një tjetër fakt në favor të kësaj teze është se policia është treguar shumë e kujdesshme që të pastojë bulevardin nga mbështetësit e Lapajt sa herë Berisha bën foltore, duke pohuar në heshtje se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bëjnë një teatër mimik për t'i garantuar njëri tjetrit vendin e parë dhe të dytë në skenën politike në vend. Në këto kushte, partitë e reja sot duhet ta shihnin njëra tjetrën si aleate të natyrshme që ndoshta nuk i bashkon ideologjia politike edhe ndoshta as simpatit personale, por duhet i bashkojë ideja se shqiptarët duan një alternativë të re në vend që flet dhe sillet ndryshën e politikë dhe në bërjen e opozitës. Por faktet e sondazhet tregojnë një skepticizëm jo të vogël edhe ndaj partive të reja. Pjesëmarrja në protestat e Ederati Klapajt është e vogël, ndërkohë shqetësuese është dhe sjellja e 4 deputetëve të rinj në kuvend. Ata rrallë kanë marrë pjesë në votime, rrallë edhe kanë folur në kuvend. Partisë si ajo e Shehajt janë në garë me Partinë Demokratike vetëm se kush merr më shumë përjashtime. Ndërsa deputeti Muçi ka qenë më aktiv se të tjerë, deputeti e Shqipëria bëhet ende nuk ka mbajtur një fjalim në kuvend. Dhe ndërkohë shtohet dëshira e shqiptarëve për një forcë të re politike. Pyetja është pse partitë e reja parlamentare nuk po arrin dot kapin këtë moment të ardhmë në politikën shqiptare. Për këtë do flasim sonte.